Një element është pjesëmarrja e zotit Rama në Izrael, dhe kjo ka qenë një element shumë i rëndësishëm për të forcu edhe për të ngrit atë perceptimin që ne po shkojmë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duam ta riforcojmë. Nëse ka patur vërtet nëpërmjet Izraelit thua. Po. Dhe mendoj që pjesëmarrja aty tregon rikonfirmim të këtyre marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në qasjen e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe asaj që themi të drejtës ndërkombëtare, jo vetëm pjesëmarrja në bordin e paqes, por kjo lëvizje dhe kjo pjesëmarrje, fjalimi shumë pompoz që ishte, po themi, një nga lideri i dytë në rang global që mban një fjalim në parlamentin e Izraelit, që do të thotë nuk është vetëm një marrëdhënie thjesht bilaterale. Kjo e tejkalon atë, nuk ishte një takim thjesht bilateral, është takim institucional, institucionalizon në një formë krejt tjetër marrëdhëniet dhe e çon këtë hap për të kuptuar që ne në këto terma, që në plan të marrëdhënieve të, po themi, marrëdhënieve të jashtme të Shqipërisë, e çon më shumë ka Shtetet Bashkuara të Amerikës se sa asaj që themi rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Duket sikur përpjekja për ta rikonsolidu marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është aq e rëndësishme sa rrugtimi në Bashkimin Evropian. Por kemi një lëvizje tjetër shumë të rëndësishme, kemi ndryshimin e kodit penal që ka ndodhur ditët e fundit, i cili përafrohet, pra ligji që hyri në fuqi përafrohet për pjesën e gazetarëve edhe të shpifjes, heqjes dekriminalizimit të shpifjes. Kjo vjen si rrjedhoj, pra si një lëvizje drejt përafrimit me 7 direktiva të Bashkimit Evropian, që do të thotë rrugtimi i Shqipërisë drejt BE-s nuk është afektuar qoftë nga pranimi i propozimit për të marrë pjesë në bordin e paqes, qoftë edhe për faktin që Shqipëria pozicionohet edhe më shumë ka asaj që themi koncepti perëndimor edhe të qenurit pro-perëndimor, se ne gjithmonë pro-perëndimor kemi qenë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë partnerët tanë, shumë pak euroskeptik dhe shumë pro Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë qasje, dhe Shqipëria si një vend i vogël nuk mendoj se kjo lëvizje e Shqipërisë do të përkthehet dhe do të afektoj procesin e integrimit evropian në termat që ne do të bëhemi përjashtuar, pra do të na përjashtojnë. Reagim nga zoti Rama që duket pak ndryshe nga premtimet e tij për gjatë fushatës elektorale, teksa premtonte që Shqipëria në 2030 bëhet pjesë e BE-s, teksa javën e shkuar, nëse nuk gabohem, në aspekt kronologjik, tha që BE-ja me sa duket i ka vështirësuar termat për të hyrë, ndoshta nuk është e njëjta retorik, por vazhdon e njëjta, nuk është e njëjta retorik, por vazhdon e njëjta përpjekje drejt reformave dhe drejt Bashkimit Evropian. Çfarë ndryshoi përgjatë këtyre muajve? Unë mendoj që ka ndikuar shumë perceptimin e opinionit publik dhe ato akuzat e opozitës që jo do të kemi aksione si në Venezuel, jo janë prishur marrëdhëniet, nuk kemi ambasador të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri nga shumë kohë, dhe që në këtë situatë përballë kësaj, disa aksione nuk i shërbejnë vetëm arenës ndërkombëtare, mendoj shërbejnë dhe politikës brendshme. Dhe kjo mendon ti, pra retorika e Partisë Demokratike ka ndikuar negativisht në imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare? Jo në arenën ndërkombëtare, ka ndikuar në opinionin publik të shqiptarëve këtu në Shqipëri. Sepse shqiptarët duke e marrë perceptim që sot ka rënë imazhi i zotit Rama, ka rënë imazhi i Partisë Socialiste, qeveria po shkon drejt rënies, ka sulm nga spaku, edhe opinioni publik fillon të zgjojë dëshirën për me rrëzu qeverinë. Dhe për ta ndërtuar këtë, duhet patjetër partneriteti ndërkombëtar.